Si e pe realisht edhe reagimet pastaj se nuk ishin të pakta reagimet që erdhen për këtë ekspozitë? Është shumë mirë që definitivisht vetdia qytetare në Kosovë po vazhdon e po rritet çdo ditë. Në sa i përket temave të cilat mund të themi janë pak më të ndihshme dhe sociale. Ekspozeja të cilën e paraqiti Shkelzen Gashi jo vetëm që kishte gabime trashanike, por ishte sipas tij e referu edhe themi Natasha Kandiqit, sado që Natasha Kandiq në raport me shqiptarët nuk ka qenë ndonjëherë aq negative, po në fund të ditës ajo vjen nga një pjesë e cila nuk na njeh neve si shtet, nuk e njeh gjenocidin serb në Kosovë dhe patjetër që ato referenca ne nuk mund t'i pranojmë. Duke parë ato lloj gabimesh së bashku me Astrid Gjocajn, një aktivist tjetër, ndërmorëm një aksion simbolik në sheshin e Prishtinës, duke i dëshmu edhe Shkelzen Gashit, po edhe të tjerëve që faktet ekzistojnë, janë të gjitha ato varreza, të gjitha ato memoriale, të gjitha ato përkujtimore të dëshmorëve, martirëve, gjithandej Kosovës, dhe nuk kemi nevojë të referohemi themi librave ose të dhënave të pasakta të cilat qarkullojnë nëpër rajon botë gjithandej. Prandaj unë jam idhtar dhe jam themi pro ekspozeve, por vetëm që të jenë realisht ato të cilat patjetër e paraqesin atë se çfarë ka ndodhur në të vërtetë në Republikën e Kosovës para luftës, gjatë luftës dhe themi vitet e para të pas luftës. Pse e them këtë? Sepse mos harrojmë që vitet e para të pas luftës, pas çlirimit, ne kishim mijëra familje shqiptare të cilat u debuan nga Mitrovica e Veriut dhe askush nuk flet për to. Por këto janë pastaj temat e tjera të cilat dëshirojnë kohën e vet dhe patjetër që ne duhet të jemi shumë të kujdesshëm në raport me këtë pjesë. Çka është tjetër më rëndësishme është që në Kosovë unë jam tashmë një kritik shumë i madh dhe të edin aty ku duhet kritika unë e jap dhe aty ku duhet lavdata unë e jap. Unë e mbaj mend prej kohës më herët kur një ish komandant i ushtrisë çlirimtare të Kosovës më ka thënë që politikës së vjetër ose partive të vjetra politike kemi mja po sherrin tek pas 20-25 viteve. Edhe ajo pjesë është duke ardhur, sepse ne jemi duke pa që familje të cilat kanë qenë pjesë e udhbes, fëmijë, nipa, mesat e tyne janë të rahatuar nëpër institucionet e Kosovës dhe kjo pastaj po përbën një situatë shumë të madhe. Tu ta ngri një paralelizëm shumë të thjeshtë, pastaj mund